Tashi, për sa i përket dizajnit, unë kam pritshmëri të mëdha për PS, normal. Se ma bone qenë tregtare këtej kështu. Do them ca surpriza të mëdha në këtë analizë, po edhe me partitë e vogla, nëse e shikojnë në historik, e kanë filluar kur u mblodhën kështu me njëri tjetrin dhe bën themelimin. Unë e mbaj mend se i shikoja në Facebook dizajnit sop, pastaj u rregullua kështu 1 muaj nga votimi. Çfarë mendoj ka ndodhur? Është paguar dizajn, është paguar dikush. Normal. Shish, kanë dhënë lek mas shumë kohë që kanë pasur dhimbje që nuk ecte, që njerëzit i thonin tash shpifësh është shumë tuar. Kanë pagu dikë. Të paktën kanë paguar dikë, them unë. Ose kanë marrë në një kështu bëu me neve. Normal. Edhe do të japim në një post. Normal që kanë paguar dikë. Kë kanë paguar, pastaj është mohabet tjetër. Edhe çka ka dikur të bëjë ai person. Po deshëm na thon ti në një kështu lajm që kanë paguar, mos është nuk e di, nuk e di tan ose të komunitetit ton ose të LinkedInit. Mund të them një përpara se të fillosh ti ke dizajni, mund të them që unë kam punuar drejt për drejt me një nga këta udhëheqësit e rinj, që presupozon që bëhet udhëheqësit e rinj. Edhe po, kam punuar drejt për drejt. Është njëri që po ditë, domethënë më ka paguar shumë mirë për punën që kemi bërë. Ishte mikromenaxhues jashtëzakonshëm. Kjo është për këto zgjedhje. Për këto zgjedhje, po. Po, më ban kështu sekret. Tes. Më ka ecë në treg, domethënë kam pas sa përvoja kështu. Dhe e kanë ndarë mendjen. Njerëz, edhe kur marrin njerëz të mirë në dizajn edhe në punat që bëjnë, aftësia e tyre për të fut hundët edhe për të bërë është ngelen prap, domethënë kthehemi tek ai muhabeti o drejtor çaj tu bë. Po e vëjtë show notes-at. Kemi episodin e drejtorëve, shumë i bukur dhe ai, nëse do me pa atë episod. Dhe është po ai koncept domethënë që i fusin hundët dhe nuk e lejnë robin me bë punën e vet profesionistit. Edhe kur ti e paguan, edhe kur jep lekët, edhe kur jep mundësinë atij për të bëjë gjë. Dhe e njëjta gjë ka ndodhur dhe me këta. Domethënë tipit që ata mund të kenë marrë dizajn shumë mirë, dhe përveç faktit që ti ke marrë një dizajn, po ke marrë dizajner, po a do i përshtatet ky dizajni mesazhit që ti përcjell, apo një është kënaqje të dyja bashkë nuk përputhen fare. Shiko, unë jam munduar me pasi çik pritshmërit bazike që do të thotë a është uniform, a ka hapësirat e duhura, proksimitet, gjërat që janë bashkë, domethënë gjërat që kanë kuptim, a janë bashkë me njëra tjetrën apo janë të ndara e të shplara, navbari, futeri në website. Hajde shohim ja. Se unë o vllai jam profesionist, kupton, do i shikoj këto në mënyrë objektive. Ç'm tullet mo po e heq mesazhin, po e heq atë çfarë tham deri tani. Mesazhi nuk e heq. Se me mesazh Atëherë. Mi s'ken share në këtu? Next level. Duket që ne përmirësohemi çdo episod se sjellim një gjë të re. Hajde. Sa më lart për herë. Sa më lart, kjo është e rëndësishme. Tashti, kemi këtu dyqanin e rrobave të përdorura të Gjermanisë. Të dërpres. Është hera e parë që unë po i shoh këto materialet grafike të këtyre të fushatës. Domethënë s'kam vënë re asgjë, s'kam parë asgjë dhe tani jam kështu honest, kështu reaction apo. Më vjen keq, po në emisionin ton i kemi të gjitha kështu raporti vlerë për minutë kemi shumë. Tash kjo është gjithmonë gjëra të reja. Kjo është thik, është shpat, është jata on the money. Tash. PD demokratike grafika kur vëj të kursorin hover, animacion. Zeva. Aksioni politik, mirë, dëgjoj, për sa kohë ka një hover state, te website-i është okay. Se shikon në Shqipëri lloj që nuk kanë asnjë lloj ndërveprimi. Ore kur më shkon kursori sipër, duhet pasur një hover state, me se zbën më. Sepse ka website në Shqipëri, akoma ti vën këtë nuk e di. Apo klikoj aty apo jo, por para se të klikoj, duhet me pas 4 gjendjet e butonave. I pa klikuar overstate nese. Mos shkojmë shumë në teknik, por edhe këtu shumë mirë.
Për më më fol sepse kur shikon një website ke strukturën e informacionit, që është arkitektura e informacionit, dhe pastaj design. Unë po marr vetëm të dizajni, pastaj mund të flasim edhe për strukturën e informacionit, pra se sa i qartë është kur shkon brenda website-it që mund gjesh gjërat shumë shpejt. Tash ka ca probleme, për shembull, font size-i këtu do të ishte më i madh, e para, sepse ke header. Këto tjerat janë të klikueshme, okay, organizimi, sala kudo, okay, ke key person of influence. Ka një lloj uniformiteti, por çalon në ca hapësira. Për shembull, kjo hapësirë këtu me këtë, nuk e kuptoj. Këtu ka një hapësirë tjetër. Po sa i vjetër. Fonti Fonti është sans serif, po që ta shikosh, sepse do shikojmë edhe website-et e tjera, pak a shumë sans serif kanë vajtur gjithë. Nuk ka shumë kreativitet. E kemi thënë, po e theti, mund të jenë marrë punë, po nuk është lënë lirshmëri. Duhet diçka sans serif, tradicionale, të paktën mund të ishte zgjedhur një, sepse kjo mërmendja është tip Inter ose Roboto. Më thënë. Edhe kjo fotoja, mos them Times New Roman. Por edhe kjo për shembull, në fushatën e Obamas është përdorur Gotami. Gotami ka një çik nuancë, ka një çik karakter. Nuk mund të jetë kjo mund të jetë shumë thjesht, kjo mund të jetë Roboto. Do të thonë nëse unë bëj këtu inspect, edhe që ta keni parasysh njerëz që nuk e dini. Me sa di unë Roboto nuk është i keq është. Unë vallaj më mirë një Helvetica ose një Poppins. SF Pro Display, domethënë këto janë sa nuk ku i kanë gjetur këto. SF Pro Display. Për ata që më na dëgjojnë në Spotify tani, Elsi po bën po shohim pak website-in se kemi website-in e audios. Dyqanet po. Po ja, po prandaj po e them unë. Për të thënë, type fonti këtu është sans serif, tradicional, ka një grafik në Hero Slider. Të paktën Hero Slider i duhet të jetë me diçka që lviz me like stop the scroll, që të bëj atë first impression, për shtypjen e parë, të ta rrisi çik. Por ky nav bari këtu nuk ka, duhet të ketë hapësirë këtu. Tu do të ketë hapësirë, sa do të shojnë kthej, partitë martike mund të ishte vënë në mes, duhet të ishte bërë diçka me këtë se është thjesht shumë demode. Qemoti. Ky footer mu ma heq petllën. Domethënë pas kam ka dashur me thënë autori këtu. Pas kam thënë që na dëgjojnë. Ka ca hapësira të papara ndërmjet kreu rreth PD strukturat. Çfarë ka dashur me thënë autori, shoku? Nuk e marr vesh. Po më shkon kursori për ata që s'na shohin. Po më shkon si ato Nokia 3310, si Snake-u te Nokia. Po mirë, domethënë kishte hapësira. Ke bërë një punë të mirë në disa pika, por duhet ta kishe vazhduar. Nuk kuptoj se kanë dhënë plak. Por ti e kupton që ky është zbatimi i direktivave të pronarit, dyqanit. Nuk ka lidhje dizajni. Dizajni bën çfarë thon. Programi shifek programi këto. Tash i vetëm këta dhe PS-ja kishin programi në stil kështu reviste. Është aq i thjesht me bë sot për sot 2025 në stil reviste, sa sta merr mendja. Përse ca nga këta partiçkat e kanë bërë me Word document, part dhe Z. Përse më? Pse i bëni këto gjë? Mund ta kishe bërë revistë më, por ja, hap revistën, shfletos, bën edhe sound design, bën edhe zhurmën e shfletos. Pas kam pas. Pa prit se tani po lexoj këtë kjo. Kthe dhe herë lutem, na falni ju Spotify-t, po. Domethënë shiko, në 100 vazhdojnë këto, në 100 ditët e para mesazhet në 100 ditë, domethënë po i mesazh, domethënë po. Po i çfarë do marrësh ti kur të vijë në pushtet, është i updateuar, i përditësuar, vendoset minimumi etik për 200 eurosh për çdo shqiptar, 100 ditë e para, a kupton? Minimumi etik 200 euro. Minimumi etik 200 euro. Edhe të kishim bërë edhe ca vendime në rroga jote mesatare. Shiko tani, domethënë rriten premtimi elektoral. Se njerëzit nuk janë budallënjë. Në qoftë se ky thotë rroga, ti do presupozohet që ti do kapësh tregun që të bësh ndryshimin e madh. A kupton, të bësh ndryshimin e madh. Dhe ti thua, rroga minimale rritet në 500 euro.
Ndërkohë, rroga minimale është 450.000 lekë. 500 euro janë 490.000 lekë. Do në ti do e rrisësh me 10% sa të vish, në bazë të kujt do e rrisësh e 10%? Do në mënyrë do e rrisësh e 10% në bazë të Me vendim qeverie. me vendim qeverie. Do me thënë, nuk është rritje, është prap kalim nga është komunizëm valla. A kupton tipit është kalim i Po, pasurisë 100% nga e i pasër. pasuri Po ke i nuk kanë varfër. problem në Shqipëri. Si e Me majta, si e djatha bëjnë premtime të tilla. Do me Do thënë, detyrojnë punëdhënësin të japi aq lek, do e detyrojnë. kjo është e keqe domethënë e marketingut të këtyre që duan të sjellin ndryshim. Domethënë që ti nuk po propozon diçka ndryshe nga ai që tashmë është në pushtet. Ti nuk po sjell një të thuash dëgjoj, ky thot unë do e ngrej rrogën, unë do e çoj rrogën kaq, edhe ky tjetër thot edhe unë do e çoj rrogën kaq. Jo, ky tjetër duhet pozicionohet dhe të thotë që dëgjoj, sistemi jon i biznesit do jetë që, domethënë oferta jon është kjo. Neve nuk kemi nevojë me ngrit rrogën, sepse ne do përmirësojmë 1-2-3 gjëra tjera dhe do shikoni që rroga do ngrihet vetë. A kupton? Sepse ti kur i thuaj që unë do të çoj rrogën minimale 500 euro, ti e tremb biznesin direkt valla. Sa i thotë që bo. A kupton? Do paguaj 50.000 lekë më shumë. Okej, të them pak për këtë revistën unë që më ka pëlqyer që e kanë jepi. bërë me letterform, pjesa si për kokës, footer, këmbët, E kanë marrë. Është gjitha template më plak. me brandin. Është template, është Kush e ka template. bërë këtë e ka bërë mirë. Kush e ka bërë këtë e ka bërë mirë. Por nuk Okej. duket sikur ose ka qenë duke pirë kur ka bërë footerin, edhe ka qenë një shtunë kështu para daljes, nxemje, para prage, para se me vajt në klub. Dhe ditën e hënë është marrë me revistën, ose kanë qenë dy persona të ndryshëm, ku është marrë njëri për të bërë revistën, programin, dhe një person tjetër ka bërë atë website-in dhe ka shumë shanse që ti ketë qenë një IT që ka bërë website-in, por një designer që ka bërë revistën. Përse? Keni lek, harxojni ato lek. Website-i do një designer dhe do një front-end, do një që ta kodojnë, nëse do me kodim. Unë tani që po shoh të programin, e tyre, domethënë është dyqani që ka rënd fare. Bujqësia, ftes për të bujqësi. Made in Albania, o shoku, se ti nuk e kuptove, prandaj të thashun, këta i kanë hyp kalit të Trumpit, pra janë zvarrit, si me atë civitën që kanë marrë. E thoshte ke website tani e bëra në vend, e bërë Shqipëria madhështore. Forca, po, edhe thoshte forca më e madhe konservatore. Pi uj ky mesazh më por. Shqipëria është 3 milion veta. E kanë haberë njerëzit kush është forca, çfarë do të thënë konservatorizëm, nëse. Ku e ka këtë dhimbje Shqipëria që pas kanë mbyt ta emigrantët? Hajde, jepi. Kalojmë. Edhe iku kjo, tash powered by Publi, për ju që po na ndiqni, shikoni një herë Publin se bëga revista. Sa për informacion të ri. Vazhdon ky futeri kështu. Ore, më ngelet syri të këto gjëra, nuk e di. Domethënë, kur bëj scroll, më duket që bukur ky revista, kur shkoj poshtë, pse më burr, pse i bën këto gjëra? Shife. Këtu e ka bën në left alignment, këtu e ka bën në mes. As në mes nuk është. Qa të me thonë kjo? Unë se kuptoj. Nuk e kuptoj këtë futer më burë. Futeri më i shëmtut që kam parë këtë vit. Kështu. Okej, po mirë. Ke ko. E mirë se kemi kohë këtë vit. Intervista, buletini, korupcione, gjona, kontakti, okej. Me dëgju, okej. Nese, tashi, për pjesën e këto pixel vector që në ngellet. Pa kaluar të pjesë e produksionit, se do kaloj dhe aty, por thjesht është mbajtur uniformiteti. Janë i qik uniform ta, janë i qik all over the place, se nuk shikoj shumë blu. Duhet shikoj ai qik blu. Duhet shikoj ai qik ose tek atë veshin, ose tek një lloj overlay, text overlay. Mund të bëhesh e diçka e tillë. Mund të merreshin shadows të fotos edhe të bëheshin një qik nuancë blu. Ka mënyra ndryshme, do t'i shohim të një nga ato partitë e ka bërë mirë. Megjithëse unë prap ka ankesat e mia aty, po të paktën e ka pasat të qasje. Nese, pasaj do i shohim tek pjesa produksionit që janë foto tek tej.
por me qa pash tek revista, shumë e mirë, prit se kisha edhe që shnimet e mia unë për të. Por e zën vetëm nga ajo hapësirat, proksimiteti këtej. PD-ja sa futeri i keq, sa këtej, sa gjëra kanë bërë mirë, sa gjëra keq, brendi, bluja, po bluja shumë e thatë më burr. Do të bësh një rebrandim për blu. Nuk është mund bluja t'jetë e kjo blu. PD-s. Kam një sugjerim për kudo që na shef që ka të bëjë me grupin e PD-s. Shikoj një herë Indigo Blun. Indigo Blun, një blu pak herët që shkon tek vjollca. Shikoj një herë pak to nuanca, se i çik nuancë të ndryshosh e bën më moderne. Nuk e di e ke parasysh rastin e YouTube-it që e kanë ndruar nga e kuqe në magenta? Po, Komplet tjetër gjë më po. e Rrot vërtet. shikonin thonin, ama ç'a boni këy nga e kuqja, bëj çik magenta, po e bëri magenta pra. Është the new red. Kupton, duhet bëhet the new blue, diçka e re tek pjesa e blues. Nuk mund marrët kjo blu e thatë. Se kjo blu e thatë pronari nuk nuk tregon ndryshon bluja o ngjarje. çon. Po nuk Ja kanë ndryshon vënë një shtat, i kanë vënë një shtat sa për me shelma, e themi ne Po shtat. nuk ndryshon pronari, nuk ndryshon bluja. Aty është shkrepe. Tashti. Kemi dhe këta të qendrës tregtare. Pa, e bukur. Kjo këtu është e pixel, shiko, kjo është pixelated, se unë kam një çik ekran laptopi, po edhe po ta çosh në ekranet tjera, është i çik në disproporcion. Të Dhe them nuk diçka më që jep ti, tekst, nuk më jep tekst në fillim, dhe vetëm të them ndryshojnë këto diçka gjë që këto ti nuk e partinë. di. Nuk më që pëlqen, ti mua nuk më di pëlqen. Kjo ekziston një lloj patinimi, një lloj suvatimi që i bëhet vilave nga jashtë, që është shumë në modë edhe që ne e preferojmë shumë, edhe që quhet grafiato. Më kupton? Edhe ajo lloj teksture, do të thënë kështu nga jashtë që i vendoset, dhe Okej, këta okej. kanë përdorur Ora, është kjo tekstura që është tani këtu. Do të thënë është shumë në është mund të mos jetë vizualisht e bukur, mund të jetë komplet kod, domethënë, po e kanë gjetur plak. lidhje Është psikologjike. plak. Ë? Duhesh e rregulluar i çik. Nuk presin Me tjetër kanë gjë. fjalë, më pëlqen ideja që e kanë që e njohin atë që i flasin në burg. A kupton? E njohin vërtet atë kujt i flasin, e dinë se kujt i flasin. Që Ka një lloj më shiko posti, pak, një më shiko keq. pak navbarin. Ku janë kutit? Ku është navigimi vllai? Jo burger tek website-et, jo burger. Burger menu, to 3 vijat, për ata që nuk e dinë, që burger, duhet tek celularët, jo tek website-et. Unë website kam real estate, kam do me thënë hapësirë plot. Vëj më vlla navigimin, vëj më kutit, vëj më ku duhet shkoj unë, klikimet. Po mirë, kjo është e optimizuar për mobile, po e kanë lënë po njësoj edhe në website, a kupton se rrot nga Është celulari. responsive, kjo është bërë mobile first në sensin më të pastër të fjalës. Po. Okej, hajde. Dhe kanë këtë ikonën, a mon më burr, bëjni Është diçka kësaj 92. gjëje. Është 91 Kjo është e 92. Kjo është origjinalja që është bërë në fillim. Origjinalja, po. O sot, jo këto foto. Mos të Po kjo nuk shikojmë ishte këto këtë foto. sigurisht Kush pas na të shikon? PD-ja. Kjo mund të ketë qenë, kjo është dallë ndryshe apo si ka dallë ndryshe? Dallë ndryshe e parë një fitore, pa gabim. Kjo gocë nuk e di ku ka dalë, si ka dalë, por mund të them për foton. Gjithë i sojmë duken mu. Këto foto, shiko, është gabim ratio. Më thënë, madhësia e fotos është komplet gabim, nuk mund të bëjnë të gjëra më burë. Ore, e ke një llogari në Canva, bëhe pak me shifet e kodi ose tek WordPress me çka ke bërë të lesh website dhe shikoje sa duhet madhësia e fotos, nuk mund të bëhen foto të tilla, i ka vajt kjo goca fytyra i është po petashuqe. Kjo është e dukshme që është gabim, madhësia. Dhe të ta zë syrin. Dhe kjo është header, kjo është paragraf, nuk mund të jenë kaq afër madhësit. O bëj bold, o bëj këtë me thinner, që më thënë me dy weight, në font, ose bëhe në size, në masi shumë të vogël, duhet pak kontrast më burr, se nuk mund të jetë, kjo është blok paragrafi. Mi që ka lënë hapësirë që morën vesh që kjo është titulli dhe kjo është paragrafi. Po diçka më burr, se jemi 2025. Kjo është komplet, do të thonë nuk e prisja kështu. Tash, se ti na bëre të atë analistë mesazhit, më bëre mua pse qendra tregtare estetika, ku është këtu? Jo, them
Okay, kur themi estetikën, domethënë kuptimin e Shiko, mund tjetë edhe kjo që e kanë lënë fare pas dore website-in. Website-in e kanë lënë pas dore sepse do shohim tek fotot e të videot. E kanë lënë fare pas dore. Është gjënaf. Harxoj, çika ato lekë, merr dikë ka plot njoh unë UX-era në Shqipëri që merren me website. A mon më po. ua, sa e vjetër plago. Shumë të keq. Dizastër. Është në të njëjtat nivele me PD-n, mbase PD është çik më mirë. Do thënë, është aq keq sa shih, kjo nuk klikohet fare. O plak. S'ka platforma jonë për çdo platformë, po ne jena. Keni morë. Mon. Ka nevojë. Po ne jena ku kliko, kush jemi? Po dihet kush jemi, ne jemi. Kush as kjo s'del. Po të morin diam. Subscribe, po, nesër mëngjes. Çka e punon? Asi gjëmër, po, prind programi, okay. Shqip, 2021-2025 ka kalu në të shkuar, nomi fare, për shkak. So shiq, po ka kalu më për çaj budalla, mi që s'kan shkrit të çaj budalla që klikoj, po ka kalu 2021-2025. Iko ajo marroj e më bet fitu. 2030, edhe një tjetër, se marroj 2029, tuet edhe i tjetër për 2030. Ma, po, ku jeni? Tashi, unë futem të kjo faqe. Më trego programin, mos më bë më të klikoj prap. Jo, më plak, nuk bën kështu gjëra. Rritini mendjes, paguani mirë. Mos paguani mirë vetëm noisin edhe ato artistët e tjerë. Paguani designer më faj. I pagu noizi këta më plak që bëllë. Ama këtu, ja, këtu më shfazon fare kjo muhabet. Këtu më heq zarin fare kjo muhabet. Shkrimi jetit të shkrim? Pse e bëni të mirë dokumentin dhe tërë atë rrugën deri te dokumenti është cop. Përse më burr, përse? Pse? Pse duhet merrni dikë për dokumentin, po pastaj për gjërat e tjera? Thuajini burr bëj edhe këtë. Të ka marrë për këtë gjë, bëj edhe këtë, se ka bërë Edi këtë. A kupton? Të e ka bërë dikush që merr vesh nga gjëra me presh. Tu është i gjithë muhabeti. Shoje ta bëj dhe website-in. Shoje të bëj diçka. Mos e merr vetëm për sa biznese kanë pa në Shqipëri që kanë diçka ekstremisht të mirë dhe shikon gjë tjetër për tokë. Ure është i njëjti person që të ndihmoj dhe atë. Jepi çik, hulli çik më shumë naftë asaj makine ta çoj deri aty. Hulli çik më shumë naftë. Këtu pasaj on brand, uniform, me kontrastet e dura, me shkrime, me skript dhe pasaj sans serif. Shumë e mirë. Mund të them nga këto dokumentet, dizajnet e programit më të mira. Më në mos më e mira. Dhe këtu e ka tregu vetën se sa qenë tregtar është. Nashti. Tek PS-ja, edhe këtu, kom sa, jemi, nuk ka asnjë lloj mënyre që unë të futem të një social, të marrë vesh më shumë, më thënë navigimi është sop, për shkakun. Është keq, është gjashtë, do të thënë nuk është 7, po doja që çiko mirë pak të navigon, shkonte ca faqe, do Instagram, a do video, a do me z, a do me figurë. Nuk ke nevojë me paqja. Çat do website-it. Çat të thot vëlla jot, nuk e di. Do të thënë janë këto gocat që kanë nxjerr, nuk e di pse është fiksuar vetëm me nxjerr femra. Nuk e di pse çka ka kjo parti që vetëm nxjerr. Është zëdhënëse. Çfarë kush është? Këto janë zëdhënëse. Ideja kryesore. Nuk e di. Me tregu kështu pa që janë kështu si. Po qendë tregtare pra. Çfarë do nxjerr? Kanë bërë një studim dhe kanë dalë në përfundimin që populli do pjeshk. Domethënë ka bërë diçka, është kuptuar diçka që fillon direkte me foto femra shkoca të reja. Ore, shiko, këta luftojnë, domethënë fushata këtyre luftonte për të kap 18 deri 25. Domethënë ky ka qenë synimi për të kap këtë kategori njerëzish, sepse pjesa tjetër punojnë në shtet dhe tjerë që do votojnë për këtë, edhe familjarët e tyre, ne presupozojmë të kapim tani çunin e atij që rriket dominoja. A kupton? Mirë. Atëre, iku PS-ja 6 edhe me atë me hatër të madh, me hatër të madh. Ku e kemi këtë? Nashti. Kjo është puna më e mirë që kam parë në website nga të gjitha partitë. Ky, Gon Shehaj, Partia Mundësia. Tashi, edhe këtë e prisja, po ky doli siç priteshe.
Sepse ky është biznesmen, më thaj, ky e kupton të mirën e delegimit të punës. Jo, E shiko, kupton të ngatrojmë, mirë. mos ngatrojmë diçka. Në fakt, arsyeja pse ky është website më i mirë është sepse një nga shërbimet që ofrojnë bizneset e agronet janë pikërisht ndërtimi i websajteve, kështu që normal që do të So kishte. unë e kisha me mendjen që është NDS, është vetëm call Nuk center. është personi, është lloj bizneset që Ka i çik problem këtu, po ja fal. po normal. Pak problem këtu. Duhet Ne ishte mos më e djathtë. i hap, do të mos e një gjë agroni këtë dhe shkoni hap punë atij robit që i ka bërë website. Jo, unë e them kështu për sugjerim, për radhës tjetër. Tashi, pse më pëlqen ky website? Opa, të çon lart direkte, WhatsApp, dërgo mesazhin. Direkt më burr, do me fol me ne direkte. Kemi dikë gjithmonë në linjë. Contact point. Gjithmonë në linjë. Contact point, shkruaj mesazhin këtu. Shi sa bukur. Për shembull, ajo që ka unë te vendi ku punoj është një live chat nga HubSpoti. Ai është live. Ky ka vajt edhe më tej, thot WhatsApp, WhatsApp, që kur ti të shkosh me celular, ta shkruash direkte. Më pëlqejnë këto nuanca CRM-i, shitje, më pëlqejnë valla, kupton, tek ta marrin vesh. Dhe pse më pëlqen ky website? Navbari në Glassformizm. Kjo është 2025. Okej, jo 2025 fix, po 2023, 2022. Po hajde, 5 vjet e fundit. A kupton? Ka i çik stil më po. Kjo, tes për këtë gjë. Shiko, kjo do me thënë që ti ke bërë një zgaravin si për asajt, ke bërë dimension. Ke këtë foton mbi këtë shape-in solid, me këtë ngjyrë, dhe shigjetën, ja ku jemi, poshtë. Ka ca element që, me thënë, i ka bërë dikush që merr vesh. Është punuar me të. Po, është punuar. Edhe këto direkte, navigacioni, statusi, lista kandidatëve, programi. Shohim si i bëjnë dokumentet. Ja më për, ja si duhem bërë, me kontrast me të gjitha. Shife sa mirë ka punu Robi me këtë gjë. I ka bërë në condensed sans serif, pasaj me të vogla, pasaj mundësia, shife zgjedhjet për kuvend 2025 këtu, një blok. Kësh marrë dikush që merr vesh nga gjella me presh. Gjyrat, paragrafët, për këtë them unë, diçka me ngjyrën e brandit. Këtë them, dhe brandin e ke, ti e di, është bluja, është e verdha, edhe e bardha. Tani, në qoftë se unë kam parë sa në kërkimin tim ka dalë që kur këta kishin banera në qytet, e kishin më shumë jo blu, po e kishin vjollc në atë të verdhën e Lakersave, që është këtu në Amerikë është bërë cop, domethënë. Aq shumë përdoret. Është bërë cop. Ta e ndronin ku shkonin sa herë në rrugë, në terren, si i thon këta politikanët në terren. Edhe e rregullonin në ato mënyrë që prapë është moderne. Do të thënë, më pëlqen. Edhe pse e kanë megjithëse kjo është blu e shklyme, po e kanë rregullu. E verdha nuk është e verdhë, po është më shumë si e verdhë në portokalli. Më pëlqen se si e kanë bë. Tashi, normalisht unë këtyne tashi 10, fare si japin tot. Po, 8 e meriton. 9. Po edhe 9 me 10 janë motra, në thonin. 8 me bindje, do më thonë. Tashi japin një mundësi. Shife, problemi tjetër që kam unë që vurare, që tashi po më kujtohet nga kjo. Që është kjo më për? Që është kjo këtu? Që do me thonë kjo më bet? Pse ka shumë hapësirë? Pse e bone këte? Pse e ke bërë? Që tjeti qik më lartë nga... Ajo, ka një loj, tjetë më lartë nga disa shkronja, nga disa gjëra që dalin sipër në... Këtu dhe të ketë se zbën diçka që unë s'po e kuptoj. Do me thënë, diçka më shpëton mua. Kur e hap, për ata që nuk e shohin, po diskutojmë për një votor numërin 10. Ajo pjesa e poshtë që është bosh, me siguri dalin mbi video ose në TikTok në këto shkrime font dhe ai ka vendosur për qenë më lart, e kupton? Të del ndryshe ty. Prandaj e kanë. Me thënë, këtu ka punu dikush që ma merre në mua. Si thon ti muhabet. Do të thënë, i ka vajt mendimi aq larg. Po.
Po normal, po e kanë bërë testime dhe kanë parë që ajo gjë del poshtë, 10 ngatrohet me shkrimet me caption me këto dhe pastaj Ja, kanë edhe këtë që thonë. se ka pas asnjë parti tjetër, karusele. Njerëz, pse s'bëni karusele? Është aq e thjeshtë, dhe aq e mirë, dhe aq me pa shpejt shikon gjithë mesazhin. Nuk ka pse të bëhet i gjithë mesazhin në një foto statike ose në një kompozim design. Ka faqe, scroll, e bën të bukur, e bën me ndërveprim. Shifë se shkon ajo. Hajde. Ikun këta, i tham se 19 janë vlla dhe motër. Tash logoja mua më pëlqen. Logoja e lëvizjes bashk. Se tash për ata që na dëgjojnë, jemi tek lëvizja bashk. Mua logoja më pëlqen. Edhe këta prap janë me ato fontet sans serif, çik mërzitshëm, por shife këtu, teksti shkon në vertikal. Okej, është bërë diçka ndryshe. Këtej ka një lloj backgroundi në katror që t'jep si lloj dimensioni sepse duket sikur është një hije për këtë, për panelin e parë. Dhe është majt konsistencë tek linjat. Linjat janë gjithmonë kënde, cepa. Pra kush është marrë me këtë, ka pas ditë në gjë, Ja, kanë është gjetë okay me. Kanë gjetë dikë dhe këta, po logoja është shumë e mirë. Logoja është shumë e mirë. Shiko sa bukur është bërë lëvizja në kaq pak. Se këta tjerët për shumë mundësia e ka pasur deri këtu, të gjysma. Jo më por bëhet pak fare, dallohet ajo, po thjesht bashk është mundësia për shumë. Ai është mesazhi, atë duhet të shohim fillim. Lëvizja, okay, bashk, okay, po bashk është ajo. Dhe kjo pjesa e tecurit dhe ky grepi që këtu është me hije, shumë gjetje mirë sepse pastaj ata e kanë përdorur edhe këtu për shkak. Shef këtu, është përdorur prap. Kjo diagonalja. Por është shumë e thatë, por nuk ka s'ka pixel, s'ka grafik, s'ka një gjë, kupton? Mendoj që thjesht thjesht po lind voto 2, kjo është bërë shumë keq, Heroes Fighter. Nuk mund të ishte vetëm kaq. kaq. Se kanë marrë një template. Mua më gati duket një- kjo, po. e di kur bëhet kjo bëhet kur ti e ke për ta dhënë në orën 8 të darkës dhe është ora 7:30, edhe je çik me shpejtësi, edhe po e çoj kështu se merdi deadline. Kjo është hedh kështu direkte, është hedh vetëm e pas diçka, sepse më mbyll deadline, kupton? Ku shemi statuti? Okay. Po aja statutin. Shohim se i kanë dokumentet. Kjo headeri më pëlqen. O njerëz, ç'është kjo më? Ç'është kjo bardhësi më? Ç'a boni më? Kot më sa me i pas atje domethënë, kupton. Do të duket partia e Është vogël. nafra pa. Ose mesazhi është që ne jemi me populli është i Manifest. varfër dhe Hape. ne e jemi Po, shumë manifest. minimalist. Ky është manifesti, po çat po hap. E njëjta gjë. Asnjë lloj ndryshimi nga gjëja tek gjëja. Programi prap. Shkarko PDF. Po jo dhe PDF-in më burr, se e ke marrë Word-in e ke bërë PDF. A mon më burr, mos i bëni këto gjëra. Iko. Me 5 euro në Fiverr kishte boj gjot pak. Po, me 5 euro, ishe bo mirë. Jo keq. Me 5 euro ishe bo më mirë. 5 euro brenda? Ta shohim në Instagram. Një gjë nga ana vizuale, po them. Po. Kjo, se tash më kujtua. Çfarë është kjo më valla? Real estate. Jo, çfarë është kjo backgroundi më por prit të ta gjej foton. Ka përtik petlla se si e kanë përdorur një background me gradient. Më duket se ishte në Facebook. Ishe këto. S'ka në lidhje me këtë muhabet le. Dorzohu, Elci Dyrish. Jo, është vetëm një background për ata që na shohin, se të shikosh se çfarë e shëmtire është ai background më po. Ora, uno e gjeo s'ka. Base është e kandidatët? Base. Po.
Që është kjo më valla? Jo, më jo të kjo ka qenë, po ja, se do i gjesh këtë shpejt. 20 euro në Fiverr, më plak, 20 euro në Fiverr e Vetëm kishe mbyll, më iz- kur e kishe qata, kishe qata. Po jep shumë për me 20, po jep shumë. Po me O bosa gjesh. glom, me hudh lekë se të marrësh pushtetin, do i nxjerrësh aq lekë. Po Po, non. pretendon shumë, prit ku është gradienti më për sa i Se u gradient bën po më heq 25, petlën. Se u bën 25 euro, do më thonë 5 euro PDF-ja edhe 20 website-i, Që s'po e gjej atë gradient më dhe i. pyesin ku i keni gjetë të lekët pastaj. Prit, a mon më burr? A mon më burr? Qa janë këto gjëra? Çfarë po më shohin syt? O perëndi e zes. Një sekond, Çfarë bëhet mbrapa këtij personi? të bëjmë një, Çfarë po ndodh? Kjo më kujton Stargate-in. Është ajo shiko çfarë, dera për vrimën e zez. Nuk e kuptoj Unë çfarë nuk ka du- ndodhur mbrapa këtij unë personi. nuk dua ta paragjykoj këtë, ë, nuk e pas kam parë, do kisha votuar për këtë personin, vetëm nga bluza. Fender, Pse më kapesh me shife Jo. backgroundin. Po jo, shiko, po të kaloj, unë do flas për pjesën time, aty çfarë pse ndërhyn ti. Vazhdoti, mesazh, Apo, vazhdoti mesazh. Mos u bëj kështu tash. E keqja është domethënë që fotoja është në stil personal trainer, domethënë si design edhe si kështu. Ke parasysh? Domethënë ka jep të vibe-in kështu të një personal trainer, a kupton? Një sportisti, një nga këto. Ndërkohë, bluza është e një marke që prodhon amplifikator, që prodhon boxe, me thonë, për kitara me korrent. Domethënë është kjo pjesa rock e Të gjona. pas ka kap në telat e zemrës. Po se ko paun këtë pjesën. Tashi, në qoftë se ky robi është merret me punë. merret me këtë punë, unë nuk e se kam pak të komunikimin, vjen shumë keq, domethënë. Dhe nga ana tjetër, nëse ky ka vesh një bluzë, çka ka kap dora edhe ka dalë aty, edhe ky bleka ke dyqani i gjonave të përdorme. Domethënë, ka gjë që nuk shkon. Që nuk shkon këtë mes. Domethënë, nuk e di çfarë grupimi janë ta, kush është. Është një Do ta problem shohim ky i përgjithshëm. Po më vika Fillon shumë me keq. ata të Shkoj kokës. çik research. Aman, Kur i ka me votu. Shiko, mos bëni gradiente me të zezë të bardhë me kaq diferencë të madhe. Mos i bëni, por mos i bëni sa shumë shëmtut. Nuk di si me ta thonë. Si me ta thonë ndryshe këtë Hajde, next. Është shumë keq më por. Kush i ka bërë më por? Shumë keq ai mohabet. Tash çka kam bërë unë për ta shënimet? Okej. Ca gjërat mira, ca gjërat këqija. Hajde, 7 e këtyne. Pse? Për shembull, logo më pëlqen shumë. Kush është marrë me logon? Dhe kush e ka idejuar pjesën e këtore diagonaleve, cepave, kudo. Po kanë këto problemet e tjera, fotot e kështu, për nesa ajo është pjesë e produksionit dhe do i shohim edhe produksionin, po. Jo më valla, jo, nuk bëhen këto gjëra. Tash këta po të them diçka. Sepse unë i shoh këto gjëra, normal jam designer. Kur e filloi ky si lëvizje Shqipëria bëhet, kishte ca foto dhe video me ca kështu animacione gjëra, cop. Njëta gjë me nis me thurjen, cop, edhe ata. Këta tashi do kanë ndarë mendjen të paguajnë dikë. E kanë ndarë mendjen. Kupton? Shife çikte. Opa, e njëjta gjë WhatsApp-i. Është e zakonshme edhe në biznese të tjera që kopjojnë një çik njëri tjetrin. Shohin një çik gjëra kështu. Po ku është dallimi? Këta se kanë paguajt këtë. Se është powered by. Po. Kurse këto tregojnë që këta të kursejnë valla nga buxheti, kupton? Po do me art pushtet këto të kursejnë lek, por nuk i shpenzojnë. Mirë, okay. Pozitive është. Mu pëlqej. Website-i është i mirë, ka uniform, ka proksimitet në gjëra, brendi është kudo, Portokallia. Tashi kur shkon Portokalli zakonisht kopjojnë këto brandet e HubSpot-it e këtej dhe shkon më shumë Portokalli me kështu ngjyrë gurkali dhe këto rrezik aty. Ja, kjo këtu. Do ta shem këtu. Edhe e kanë vërë re që gjithmonë kjo Portokalli kështu shkon me këtë lloj ngjyre. Që ta keni parasysh të ju që na shikoni, nëse keni në lloj pune, kështu shkon, nuk ke çaj bën. Domethënë kjo Portokalli shkon me të bardhën dhe me këtë, nuk është se ka shumë me lviz. Por për rastin konkret, pas ka këtu bannerin sa e hap,
shiko programin, angazhohen, tërso, kontribuon. Nese, mu pëlqen, nuk është një wow. Për shembull, tek mundësia kishe glas formizëm. Në afbarin këto e kanë. E bardhë kështu është plame, me Shqipëria bëhet sipër, pse do e bësh? Është 2 herë njëjtë informacion. E dim poshtë. Jo, po është hashtagu. Mua Shqipëria bëhet sipër. Baneri sipër duhet të jetë me gjëra të reja tipit 50% ulje. Diçka, do të jetë diçka që është një lajm, një news, është lajmi që vjen. Mos më vëj Shqipëria 300 bëhet euro këtu se do me pensione. mbush. Se do me mbush, se shkojmë te ai muhabeti, do e vëjmë tek këtë në show notes, kemi bërë muhabetin e dizajnit, jo 2 mesazhe në njëtin vend. Mos bëjnë 2 mesazhe. E dim Shqipëria bëhet, mos e vë 2 herë. Nuk e kuptoj çka ka qenë ideja aty, po. Këto, tu do të ketë hapësirë, nuk bëjnë këto kështu. Çfarë është kjo? Ose marr vesh. Do thënë, është Infinity, se kuptoj. Këto do të jenë ndara, kjo nuk është e njëjta gjë, janë 2 butona. Iko e më bet. Do thënë, nuk bëjnë ato gabime. Mos i bëni më. Kaq. So, unë gjitha këto i them për të mirën e tyne, ti e kupton. Unë duaj që ti trasin mendjet, e të na shohin, e ta din. Se jo për gjë, po i bëjmë një audit falas. E pas ka një farë kështu këtej. Çam pëlqeu mua, shife këtu. Ja. Background me brand. Background, çik me brand. Pse nuk më pëlqen shumë? Se kush është marrë me këta, ja kanë qenë 2 persona ndryshëm. Njëri ka vendosur, po sikur ta bëj këtë bardezinin çik më të hapur. Tjetri ka thënë, po sikur ta bëj më të mbyllur. Ose ka qenë njëti person, por tap në momente ndryshme. Pra, jo shumë i kthjellët dhe i kthjellët prap. Kjo është e mira në këtë të zezë. Ku ta gjon atë? Këtë të zezë, ose edhe ky ka dalë mirë me këtë lloj portokallie. Pra është një kontrast i pak në shumët me të bardha brenda. Po jo kështu. Kjo nuk shko kështu. Unë nuk e kuptoj. Domethënë, ti ke mundësit me Canva, me Photoshop, rriti çik brightnessin, rriti çik gjona, kjo nuk dallohet, kjo duket sikur ka ardhur Gogoli nga poshtë krevatit. Domethënë të gjona. Këta që po shohun tani, domethënë se nuk dua të paragjykoj asnjë, domethënë, po këta janë njerëzit që ti, ata që thua ti që i shef atje me tuta njerëz të zakonshëm, domethënë asnjë nuk ma jep atë ndjesinë e leadershipit. Okej, ishte i çun aty më nol, që ishte i çik më danoç, duke kështu sikur mund kishte kështu prirje për leadership. Unë po të them për dizajnin, mund dizajnin po më pëlqen sa vende, është më mirë se këta tjerët hequr mundësin. Po. Edhe kam bërë ca gjëra të reja tipit dritë hije edhe këtej takim. Mirë, hajde. Një gjë është diçka. Është diçka. Edhe kjo lezha, to posterat, është bërë diçka. Jo, pas kanë të pakën brandin e pas kanë të brandin kanë kudo të unifikuar. Atë më pëlqeu dhe mua. Ka standard, është më shumë në brand. Do të krijuar guideline. Logoja, pse duhet ta logoja është Shqipëria, është në skript dhe pastaj është një pëllumb. Nuk e di po kanë vënë shumë gjëra më burr, kanë vënë shumë gjëra. Ma të lloj bishti? Okej, jo, pëllumb po. Çfarë ta themin këtu? Fazan. Okej. Çaj bitet. Phoenix. Unë thash pëllumb si pëllumbi i paqes, po. Po çe ka bishti shumë çat. Unë nuk e di ku ka të bëj me bëhet me Jo, që ka dallan ndryshe. Nga lloji i sqepit edhe nga bishti me dy që ka tip dallan ndryshe. Mua më duket sikur janë vënë shumë gjëra brenda. Ka krahë shumë të mëdhenj në raport me bishtin për që dallan ndryshe, tani se po i futemi ca gjona kështu, po ky shumë gjëra brenda. Unë jam fans i madh i sa më pak gjëra. Nuk vën Shqipëria bëhet e dallan ndryshe këtej janë, bëj vetëm një, bëj atë bëhet le 2 vende që ishin për ato bashkë. I ka i kohë dallan ndryshe si nocion, duhet i zog. Dallan ndryshe si ka i kohë. I ka i. Okej. E në këta, unë i kisha këta tek teta. Pra, mundësin, këta, pasaj këta tjeret. Po shifet qarë kontrasti, po pse mërë burë e kanë lënë pas dore këta? Ka nevoj më plagë, nuk ka nevoj. Nuk ka nevoj më plagë. Nuk merret njeri më atë punë. Pse më bërë? Bën dallim, nuk merret njeri. Kjo është sa dhe fare, kjo është me thonë, unë as mere, edhe pratë fitoj. Kjo është që tema. Por, pasaj kur shkon të këta, shiko si ka qenë muhabeti këtyre, se kur shkon të këta të video, për shumë. Se këtu dhe nuk i gjenë dot këto
linqet. Ora tha, du me Jo, jo, vajtë pa navigimi YouTube, është TikTok. navigimi është komplet kështu plot. Zbulon Amerikën, domethënë nga e para kur. Kërkoni Kjo ndinë s'ka edhe. fare kjo për shembull s'ka fare playlista, dhe kjo është lënë në mëshirë të fatit, si më ta thonë. Që ka më Por keq kur se shikon videot, kanali jon. Në të paktën kemi ca playlista. S'kemi kush na editon videot, më atë rast kërkojmë një editor videosh. Mësoj dorën. No. Ba. prit, se kishte fillimi. Kjo nuk është fiks. Kjo nuk është fiks video më mirë që kanë edituar këta, po videot e tjera i kanë të mira. Tash i duhet na thonë. Kanë një kontakt editorit videos na duhet një. Apo Kush që ka disa po lek me- kjo, po. Tash kjo është etalioni i cilësisë së videos të gjithë këtyre partive. Tak. Kjo të bën të marrësh avionin nga diaspora, të kthehesh direkte më po. Vetëm për Por këtë videos. avionin nesër. Bëje, je kthyer. Unë them që mua akoma nuk më ka dalë e keqja e atij personit me plus. Për kush na dëgjon në Spotify, po merremi me pjesën e produksionit të PS. Po PS-ja na zgënjeu tek pjesa e këtyre. I ka marrë edhe ato editorët e mirë, përdor për vete, për podcastin. Ta editorët e mirë i ka thonë. I ka dhënë edhe këtë video. Podcastit po. Nuk u futa Edhe i shumë ka thonë, tek ajo, po e di që që video se na duhet për partin. E ka Po, paguajt nga podcastit xhepi ka vet. Ata 25 euroshin që ta kishin paguajt ata, e ka paguajt për këtë editor. është bërë një sekret i madh ky që nuk din të çojnë atë 25 cent e Fiverr-i. Dgjoj, Po. quhet fiverr.com. Eske po do Ju që na dëgjoni. FIVR. Pse them Fiverr? Se nuk dua që njerëzit aq të talentuar e të aftë që kam në LinkedIn nga Shqipëria të merren me këto paçavuret tuaja që i bëni të gjitha ato informacionet, s'merren vesh ku shkojnë e ku janë. Kupton? Më mirë merrni atë Filipina se India. Dgjoni, merrni atë. Merrni atë dhe më mirë këta të merren me merreni atë në punë, nëse kuptojnë keq, jo merreni atë, merreni në Shqipëri. Merreni në punë. Punë, jepni lek, jo kështu për të mirën e partisë. Këta tash Këta harrova. Ore, për sa vjen nga puna e kanaleve të marketingut, mbaj mend që kur e drama nxori me një kanal, edhe Berisha nxori një për podcast, nuk e dia e mban mend. Se unë i futën këtyre gjërave. Ti ndjek këto gjëra Edhe ju ai jashtë. bëri episodin e parë dhe zbëri më. Nga ana tjetër, ky miku është tek kush e di, epizodi sa të ka vajt, 80 e ca. Domethënë distancë e madhe në të filluarit të gjërave dhe të vazhduarit deri në fund. Ai është Joe Rogani podcast. Tash këta i kam parë ca video unë. Kanë ca editime të mira. Jo, kjo është live, nuk këto live-et nuk e pinë shumë ta. Dhe këto me 20 çat shohim që s'kanë një highlight më për se shiko, se këtu është problemi. Bëni playlista më për ku ta marr veshun. Ora duhet playlista o njerëz. Merrni njerëz që marrin vesh këto gjëra, ti bëjmë playlista. Bëjnë to punë kështu. E peça intro që kjo. Next level. Canva dhe kjo. Jo, kjo e Canva, kjo ka qenë në Envato. E Envato, se ta. Po pas pak live, pas po vjen live, ja. Shumë. Ngeli live kjo tërkohës. Nese, spam gjë këtu. Mos i bosh, mos e qej dot, po. S'pas kanë editor këta. Pas ka editori nuk ishte në YouTube, por rrezik është në Insta, se këto s'pas kanë TikTok. PD-ja. Si s'keni TikTok më po. A e interesi? E kanë heq TikTokun pra, me ligje o ti çon ku jeton. Ça ligj TikToku? Për shembull, te kjo e Belindit është me kamerë profesionale, me wireless mic. E vore reti DJI. Po. Mirë. I kanë dhënë lekët. Tu më pëlqej. I kanë dhënë lekët. Dhe kjo blurri nga mbrapa është kamera profesionale. Ai është DSLR, garantuar 100%. Kanë dhënë lekët. Ajo është me gimbal.
Ç'është kjo video? Jo, edhe kjo foto është bërë me kamerë profesionale. Domethënë, te pjesa e produksionit nuk janë kursy. Mirë. Por merrni një për website-in apo. Merrni një për website. Po nuk i shef njëri website në plak të akoma kjo, nuk e vetëm njëri ç'ky website. Po një person vetëm paguaj çik më shumë. Vetëm Po, paguaj çik më shumë. 20 euro pra 20 euro. Shife, edhe me këto. Te thikën kështu. Kjo është bërë me Canva. Ajo nuk që ka Por- thikë, ajo që ka, shiko, ajo që nga kordele, do më thënë kështu fjongo, diçka si kordele, Po. edhe ajo është perspektiva që ajo humbet, do më thënë, që shkon drejt së djathës. A kupton? Dhe mënyra se si e kanë bërë perspektivën, e kanë duket si diçka me majë ajo. Se këtu arrin të dallosh se si funksionon ky objekti, çfarë është ky objekti. Arrin ta kuptosh tani? Domethënë kjo është një shirit ai. Nuk është një A si vesh s'mora gjë. as i vesh mora Ti gjë. unë çka ke dashme thonë ti, Jo, këta, kjo që na ky duket është thjesht një kordele, kanë bërë një blu, kordele e keqe. poshtë. Një kordele e mirë nga ana e këtyre grafikës, po se si do shkoj kjo muhabet nëse do e printojnë, unë nuk e di, se ka shumë Edhe- gradiente të mëdha. Edhe 3 minuta kohë ke para se të mbarosh, sepse unë do filloj ditën time ti do ja fusësh gjumit të zotëri. Ken Terezitin në Amerikë. Ma preve fare. Po më mirë që më kujton. Edhe këta tashi, këta i kanë gjitha, do me thonë, edhe pjesën e produksionit e kanë bo me mikrofon, Një nga me kompanitë DJI, një nga kompanitë Ja, e këtij te kjo. zotërisë me këtë punë merret. Do të thonë bën website dhe bën media sociale Shefe. dhe bën Google Ads. edhe jo vetëm me wireless mic, po edhe me diffuser. Me atë leshin, sipër. Po. Se ti e dallot e detajet. Është me lesh. A kupton? Do të thonë, i kanë hyrë në detaj. Ta janë për do të thonë 9 edhe 10 edhe këtu. Në këto gjëra. Vetëm se highlightit bëhet një ikonë e diçka, do të thonë nuk është, mos e marr vesh pse ka kaq shumë shkruajt me këtu. Unë nuk e lexoj dot, më imagjino me celular. Nuk bëhet highlighti kështu. Nuk bëhet kjo highlight kështu. Që këta pra vazhdojnë me 9, këta kryesojnë, domethënë. Këta tjerët, po pse ja ka cilësinë më të mirë kur do me e bë gjën. Kupton? Po doja ka argju dhe këta apo jo në aq, këta prap më mirë. Kur shkoj tek Ose klikohet Të bashku. apo harrojnë në Amerikë. Për ata që na ndjekin nga Spotify, nëse do thonë Elsi po Si u fut ky në TikTok? Bi një ikon TikToku edhe duhet ta ndaloja ta bënte atë, pastaj kujtova që është në Amerikë edhe. Që mos ndjeni keq juve, që mos ndjeni keq juve. Te e kam hanë. Shife. Ç'është kjo më bë? Or mik çaj tu thon më. Po puseta aty mbrapa. Kamera sop po ke vënë mikrofon. Po çan duhet mikrofoni kaq i mirë kur kamera aty ç'a është bër aty unë se marr. Është celular apo celular. Me celular, është bërë me celular. Kjo foto është bërë me kamerë të mirë, dallohet, po këse di, me thonë, jam kështu i dyzuar, se marrë vesh. Se ti si me i thonë të muhabet. Po të paktën kanë mikrofon, po kanë vëri që ca herë kanë, ca herë është direkte me celular. Po hajde, është bërë që është bërë, është bërë një lesh i madh. Ky pas ka bluzën e vet atë me Fender, po si s'm pas ka dalë mu ky tipi gjinof komplikatë. Ti ngeni menja të ka i Fenderit. Ngeli menja për kokë plagës, ngeli menja. Po shkruaj, tagoni. Dhe shkruaj dhe them roba ma po halal nuk të pashpe. Si kisha vëtë. O, pu. Edhe pastaj do thonë unë jam shumë sipërfaqësor, domethënë edhe kur i shoh ta njerëzit që në pamjen e jashtme ta njerëz zakonshëm që ti shef ke marketi lagjës atje, domethënë ke këto. Për ty domethënë aq duhesh, ta s'kan YouTube e valla 2025. Ka nevojë, nuk ka nevojë për s'ke YouTube. Nuk ka nevojë. Njerëz 2025. Po, shife, ky është baneri më i keq që kam parë si vjet dhe para një viti dhe para 2 vitesh.
Po mi Nuk pas kanë bëjnë këtë, këto pas gjëra. kanë tikën, Nuk pas kanë bë- tikën që është Çfarë do me thonë kjo këtu sipër? s'ma dhosh foton. Që ka kësaj. Tha se ishte... Qa është kjo këtu, më? Si është bë kjo më bet? Nuk bëjnë këto gjëra. Nuk bëjnë këto gjëra. Është shumë keq ti që nuk dallohet kush është ja. Qa është kjo? Qa të thot ajo? Këto fotot. Kanë bërë mirë që kanë bërë këto fotot. S'keni video. Të që qa është kjo më bet? Pa. Po Twitteri me ikonë në vjetër. Twitter. Të Twitteri me tregojnë që ikonë në nuk janë me muskun. Janë Se janë antifa. Janë kundër. Të janë antifa. Mirë, kaca. Përshëndetje miq. Thua është për me celular, do të thënë shumica i kanë me celular, nuk është një që. Tashi mund të kishte personazhe rregulluar që këtë pjesë se website-in e bëre mirë. Ikun e kjo. nuk i shoh Tash si nuk Atëherë. na po mblidhi çik shpejt tani edhe vazhdojmë jetën Tu tona. fiton Gon Shehaj. Pak a shumë Fiton, pritesh që të ishte fiton. mirë, po ti kur ti e the që me ato gjëra merret, e kupton? Tashi ato gjëra merret edhe e drama pas është piktor. Po Jo, hajde, marketingu nuk është bëj edhe piktor, Ah, për nga të topish. marketer, jo piktor. Do të ishte bo fushata me kanavacë, fitote edi. Pëse ka qenë shkenjim i madh nga pjesa e kështu estatikës, po nuk e kanë problem ata, vetëm vin video. Ota, fut video, fut çat kesh mundësi me video, me foto, me këto. Kanë kamerat, produksioni shumë i mirë, i PS shumë i mirë. Ata e kanë më të mirë, pastaj vjen këta të PD-s, kanë shpenzu. Wireless DJI mic, ato videot ishin bërë me kamera DSLR dhe me gimbal resik. Flasim për gjithë mund të kisha vajt 1000-1500 vetëm xhirimi plus personi që e ka bë. Pastaj tat mundësis. Kurse për statiken tat mundësis më të mirë në total këta janë që kanë dizajnin më të mirë. Në total. Kupton? A i ka pirë shumë i dizajni, si ka pirë mund të them që i ka pirë pak. Po, është e pjesa e mesazhit që ne folëm, kështu që nuk mund të jetë thjesht nga dizajni. Ajo është më e rëndësishme se Shqipëria aq është një vend. Po nuk është një dizajni no else. Edhe pasaj tashi këta si nisma e Shqipëria bëhet e këtej, unë i kam parë në fillimet e tyre, ore, kur hapni lëvizje, partie, këto gjëra, mundoni të fusni brenda dikë që merret me marketing, mundësisht një dizajner. Futini më burr, keni ekspertët tuaj të ekonomisë të këtej. Duhet dikush që merr vesh nga këto gjëra. Nuk bëhet në këto gjëra vetëm me avokat ekspert e me ekonomista ekspert. Duhet dikush që merr vesh nga gjëra. Mua më habit që ta mbyllim domethënë në fund fare është ora, partia është biznes. Sigurisht. Dhe biznesi do marketing. Kaq. Mbledhesh. Mos fol. Po flasin mbledhin ekspertët, po mbledhin edhe nga këta. Mbledhin edhe nga këta. Si e bëhet, po çam futet tash i flet në ne kalon muhabetin në pikë tjetër. Mirë, hajde. Po diversiva. Po mbyllim e në 2 këshilla 300 paret e neve. E në për ju që na dëgjoni nga partit, vët në vesh, të që keni dëgju këtu. Neve na gjeni në YouTube, na keni email, po doni menje, si ta poni fushatën, marketingu. Ose ne, pse ka problem unë jam profesionist. Profesionist që mund të bi me specialistët, për shumë. Qa kombinimi, kupton ti domethënë? Me specialist, partinë e specialistëve, profesionist. Kombinim fatal. Edhe e mbyllim edhe për epizodet reja, tashi çka ke për tani gjë të fundit? Kështu si para nisjes ditës. Tani u zgjodh kush u zgjodh, fitoj kush fitoj, shikoni jetët tuaja, shikoni biznesin, shikoni marketingun, bëjni hizmet asaj që keni në xhep, se këta të tjerët e kanë terezi. E me qa pam, nga gjitha gabimet që kishin bërë në për website e këta me vërtet kanë terezi. E kanë. Kanë fare, 12 i risa hati. Hajde, ciao njerëz për epizodet të ardhshme.